Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Teja apo zonjush Teja? Teja. Teja, më mirë. Ne jemi takuar Teja para sa vitesh bashkë? 5 më duket? 5. Ose diku tek 6. 6 ndoshta. Pra ti kur Po. ke qenë të dua të bëj të lumtur, si ndihmësja ime ke qenë 4 ose 5 vjeç. Kështu i bie? Më duket se kam qenë ose 6, Okej. 7, se kam i ten. Bëjmë çik matematik. Do të thënë ti je sot 10. 10. Dua të bëj të lumtur, un kam 4 vite që nuk e bëj. I bie që je? Ke qenë? 6. 6. Okej. Çfarë ka ndryshuar jetën tënde që atëherë deri më sot? Jam marrë me dëmthënë më shumë televizione që e tregoj më shumë veten dhe thjesht tregoj më shumë jetën time dhe tregoj se kush jam. Cili është njeriu më i dashur për ty? Do thoja mami dhe motrat e mia dhe gjithë familja ime, babi, gjithë. Okej. Sa motra ke? 3 tjera. Jemi gjithsej 4 vajza. Wow. Çfarë moshash? E madhja është 16, Okej. e dyta 14, unë jam 10 nëse e vogla është 6. Okej, që i bie mami ka bërë shumë shpesh. Fëmijë. Ka bërë 4 motra se ka dashur që t'jeni 4 motra, apo ka bërë 4 motra se ka menduar që do bëj një vlla? Këtë vetë mami të them drejtën, por unë mendoj se nga që mami do shumë fëmijët dhe donte domethënë atë jetën që të ishte rreth fëmijëve dhe të kishte domethënë një familje të madhe të plotësuar me domethënë njerëz dhe nuk është se mendoj unë që nuk do interesonte mamën ta ishte goca, po djalë thjesht një fëmijë. Ti ke 3 motra. Po. Do kishe dashur ti të kishe patur një vëlla? Jo, të them të drejtën, dhe më thëmë varet se si mund të sjellsh, sepse unë, për vetën time si vajzë, e kam inat kur kanë ato videot kështu, dhe më thëmë bëjnë se kur janë në botën e vetë, fillojnë edhe pam, për shtëpi, edhe thjesht nuk është se të dëgjojnë, po thjesht unë mendoj që mund t'jenë disa kështu dhe të vegjël. Po kur të rritëm pastaj s'është edhe kisha problem, po thjesht nuk dua që të më thënë të shkatrohet shtëpia, ose të ketë diçka të çmendur nëpër shtëpi. Kalamajt çuna ta E di. shkatrojnë shtëpinë. A di çfarë hequn me çunat e mi që lozin futboll çdo natë? Çunat. Çunat. Çfarë është një gjë tjetër që nuk pëlqen te çunat përveç se bëjnë rëmuj? Dhe më thënë, kanë një karakter që më ta kenë të ndryshëm dhe po t'jenë të sjellshëm, mua do më pëlqente shumë, sepse mund të kuptonin dhe do më thënë nuk është se do të bënin, të nënversonin më të shumtët. Ashtu mendoja unë dhe mendoj që do janë, dhe do ishë. Po. Pra çunat nuk duhet të nënvlerësojnë gocat. As çunat gocat, do më thënë, të kemi një marrëdhënie të sjellshme midis njëri tjetrit. Ti ke një shok të ngushtë? Po, e kam në klasë, edhe kam pasur që në klasë të 4. Dhe tani, se erdhi në klasën e 4 dhe tani, dhe më thënë, akoma vazhdojmë që ti jemi shok, por nuk është se rrim aq shumë. Dhe më thënë, nuk është se kemi na një natë, thjesht jemi shok, por nuk është se rrim aq shumë sa rrim. Çfarë e bën një shok? Shok të mirë, sipas teje. Po pra, dhe më thënë, një personalitet që të kupton edhe pse është, s'ta them çun, edhe nuk është se është në fazat e vajzave që ka gjatë që përqin çunat ose gjatë që përqin gocat dhe prapë të kuptojnë. Dhe të duan kështu gjërash. Dhe të duan kështu gjërash. Të duan si që je? Si që. Pastaj gjërat e tjera nuk kanë rëndësi të drejtë. Është e rëndësishme që të duan si që je? Po. Për ty është e rëndësishme që një djalë ta dojë një vajzë ashtu siç ajo është. Po. Mos t'i kërkoj të ndryshoj. Pa interesa. Jo. Pa interesa. Kush është një person që ti e ndjen që të do ty pa interes? Mami dhe motra dhe babi. Nga e kupton që të duan pa interes? Sepse kanë qenë gjithmonë aty për mua, tek më të vështira dhe më të gëzuara të jetës time. Cila ka qenë? Nëse do mendoje për një moment ri rahat shpirt, nëse do mendoje për një moment jo të fort të gëzueshëm të jetës tënde, kush do ishte ai? Humbja e nënës.
Nga mami? Shpirt. Më fali. O zemër. Nënat janë shumë të dashura, duen shumë. Edhe pse e përzisje, thjesht e mirë edhe thjesht nuk thoshte gjë. Po nuk është se e përzisje, e doja shumë. Dhe nuk e di tani. Pse duen kaq shumë nënat të teja? Se di, ka një marrëdhënie që unë nuk e shpjegoj dot, është thjesht dashuri e madhe. Edhe ta humbësh një është shumë e vështirë. Të ka rritur? Po, më kam mbajtur ca vite, më të shumë të jetës time për një 5 vite të plota, ose më shumë. Më kam mbajtur në shtëpinë e saj në Korç, sepse familja ime jetonte në Tiranë dhe të gjitha motrat e mia e kam përjetuar këtë që kanë ndjetur disa vite në shtëpinë e gjyshve tim. Nga mami, po. Dhe thjesht se di më prek shumë kjo pjesë. Po, të gjithë prekin nga pak e nënat. Edhe unë, e disa ti kishin e vogël, që shumë e madhe kur e kam humbur nënën time, dhe prap sa herë kujtoj edhe flas për të, edhe po vjen për qarë, edhe pse jam e madhe këtë. A di si ta dashuria nuk ndryshojnë asnjëherë. E di. Dhe dashuria për gjyshet janë të ëmbla shumë. Edhe të duan, si theti çfarë? Të duan, do të thënë, Pa interes. pa interes. Thjesht të duan. Po, Të ka një duan- dashuri të madhe. Dhe s'të qortojnë. Edhe kur bën gabime. Po. Atëherë, do të të pyes pak tani për një moment të bukur të jetës tënde. Okej. Sepse unë jam një person që e kam jetën me shumë lumturi dhe ka shumë, po njëra nga këto është kur më kanë dhuruar një mace, një maçok, që unë doja shumë, edhe që kur isha e vogël, e doja shumë, një maçok, edhe i thoja mami sepse ka daja në një shtëpi dhe ka, do të thënë, vinë ca mace dhe rinë tek dera, dhe i thashun merë, bëj faktura dhe sille në shtëpi. Edhe më kam bërë dhurat për ditëlindje, dhe më ka bërë dhe qenin. Oh, Po po mami dhe babi kur erdhi maçoku dhe qeni nuk kanë... Babi nuk e dinte se në të drejtën, nuk është e pyetën, në thjesht ma dhanë mami. Qa tha babi? Babi nuk është se i urren, po thjesht nuk mendon se kafshët mund rrinë në apartament. Kupton? Dhe babi nuk është se reagoi shumë keq, thjesht shumë i bukur, por nuk është se tha ndonjë gjë negative, të drejtën. Mendon që mund ta provoj edhe unë kështu? Unë kam 3 fëmijë që i kanë shumë qef macet, edhe veti kam shumë qef macet. Edhe kemi Edin, babin e kalamajve pra, që nuk është një ide mirë, thot që të marrim macet, sepse nuk duhet të rri në pallat, në apartament, ku jetojmë neve. Çfarë më këshillon të bëj? Këshilloj që, do të thënë, edhe nëse thot jo, do të thënë thjesht, do të thënë mundohu që t'ja mbushësh mendjen, sepse unë kështu ja bëja mamit, kupton? Si t'ja mbush mendjen unë aty? Thoj, do të thënë që maçokët ose macet, po them më mirë macet, janë do të thënë shumë kafshë, sepse unë e kam timin dhe po ta them nga zemra që janë shumë të pastër, shko në tualet vetë dhe nëse është dera e mbytur thjesht një allin. Do të thënë thjesht nuk bën ndonjë gjë të madhe dhe do të thënë duan vetëm vendin e vet, nuk është se duan shumë kushte. Duan, po nuk është se do të thënë bëjnë ajër më të madhe nga maçoku im. Kështu do këshilloja që ti thoj këto informacione, edhe do të thënë të vazhdosh, edhe ti thuash për macet që mund do të thënë kështu, që mund të jenë të pastra, mund të do të thënë pastrojnë vetë, nuk bëjnë ajër më të madhe, thjesht janë shumë kafshë të qeta dhe shikoj se si thot. Do bindet mendon? Se është shumë komfort. Besoj se do bindeshe, por nuk e di të them drejtën mami, dhe nuk është se nuk e pyeti, thjesht do të thënë, nuk është se e bëri të madhe gjë, nuk është se i tha kështu, do marrim kështu, po thjesht e blevi dhe ma shofi në shtëpi. Bëri fakt. A mendon ta bëj dhe unë kështu? Shkoj, ta marr. Se unë dua ta blej, dua ta marr diku te një mace që ka bërë beba, edhe t'ja çoj në shtëpi.
Që sepse kur e merr nuk mund ta çosh prap. Kështu që Do ta provoj. Do ta provoj. Në çfarë klase je ti tre? klasën e 5. Klasën e 5, a? Në çfarë shkolle? Don Bosco. Ju jeni 5 goca në shtëpi bashkë me mamin. Po. Dhe një çun. Po, babi. Ba. Si është për babin të jetoj me 5 goca? Sepse gocat kanë atë kohën e vet, edhe domethënë janë për të shkuar diku, edhe domethënë janë gjithmonë vonë. Ndërsa babi gjen 2-3 rroba i fut aty, ndërsa unë me motrat duhet të gjem gjithë garderobin ta fusim në valizhe për diku, edhe pse është për një natë. Duam shumë rroba, se tim se, ose fotot, ose kështu, ose ashtu, thjesht duam shumë kohë që të bëhemi gati, edhe për të shkuar në supermarket. Duam shumë kohë. Dhe mendoj se nuk është se ka shumë kështu problem këtë pjesën, po e ka çik problem. Se nga që ai është person që do të jetë në kohë dhe ora është orë. Orari është orar. Dhe do të më thënë, kur e ka lënë të shkoj atje dhe babi thjesht thonë, hajde ikim. S'kemi se qatë i S'kemi goca edhe vonohemi. Unë jam njëri që vonohem gjithmonë. Dhe mërziten shumë njerëzit me mua. Otea, sa kohë shpenzon ti me telefon? Diku tek 1 orë gjysmë do thoja, se nga që merrem me shumë gjëra në ditë. Nëse do të kishe mundësi të ndryshoje diçka te jeta jote, çfarë do ndryshoje? Se them të drejtën unë, jetën time e dua shumë, nuk është se do kishte ne që të ndryshoja. Por një që do ndryshoj njerëzit që mua nuk më respektojnë dhe bëjnë sikur më respektojnë. Kupton që më flasin mbrapa shtëpinë. Urrej shumë këtë pjesë, të drejtë. Pse flasin mbrapa shtëpinë? Për zotin se di. Se të drejtë, po thjesht se di, unë për vendet tim s'kam folur ndonjëherë, nuk kam eksperiencë, po. Pse di, gjëra që mbas se nuk më pëlqejnë për mua ose gjëra tjera. Afaz. Arbana, si e? Mirë, çfarë bën ti zemër? Mirë, si e? Të pengoje në punë? Jam në një çmim, po jam në pauzë tani, s'ka problem. Më thuj, çfarë bën? Të pyes, ka ta kohë që po kërkoj një modele që ti është shumë e bukur, bjonde, me sy blu, duhet për një reklam. Edhe janë ta beri që të ndjekin një kurs privat për aktrim, kërcim. Do ishte më mirë do kishte. Xhemin, moj, ti themi Xhemit. Po jo, më duhet të vogël rreth moshës 10 vjeç. Okej. Si të duhet? Që ti të bukur, bjonde, me sy blu flokë të gjata, me onde, të pëlqejnë ngjyra në rozë. Nuk e di, se kemi 10 vjeç, bjonde? Jo, zemër, s'kemi 10 vjeç bjonde me sy blu që do të bëhet aktore, kështu s'kemi. Okej. Mirë? Ciao, zemër. Mirë. Gati. Si të bëjmë ku do të bëjmë, së di. Ti po të erdhi në një ndërmend, kështu që t'jetë bukur bjonde me si pëlqen atë vaj. Vazhdojmë intervistën. Cila është fjala më e bukur që prindrit e tu i thonë njëri tjetrit? Të dua. Çfarë do të thotë për ty të dua? Dashuri e madhe, të them. Çfarë është për ty dashuria? Dy persona që të thënë që do vrisnin për njëri tjetrin. 2 persona që do vrisnin për njëri tjetrin. Ose më shumë, po. Më shumë se kaq? Wow. Çfarë është miqësia për ty? Shoqëri, miqësi është honesty, do të thënë është një kështu të drejtë. Një person që unë mund të besoj dhe mund të them çdo gjë. Dhe do të thënë që është energjia ime, që ndonjë që më kupton edhe ka edhe të vetë dhe më kupton dhe mua, merr dhe problemet e mia sipër. Do më bësh një pikturë? Besoj se mund të gjesh të kur jam unë. Besoj se po. Vetëm ti vishesh me pink? Dhe më të vogël. Edhe ajo e ka qef?
Tea, ti je shumë e bukur. Shumë faleminderit. Sa e rëndësishme është për ty të jesh e bukur? Diku, do të thënë, sepse bukuria për mua është zgjuarësia dhe për fytyrë mua më intereson nga brenda, jo nga jashtë. Do të thënë diku, jo, do të thënë jo pak, po jo shumë. Thjesht një përgjigje diku. Diku aty në mes. Diku, po. Jo shumë e bukur. Sepse mund të mbijetoj edhe pa bukurinë, për zgjuarësia. Ajo është e rëndësishme. Nëse do t'i jepe një këshill vajzave që po na ndjekin, cila do ishte ajo? Do të thënë që edhe çuna dhe vajza, por më shumë për vajzat do thoya që edhe nëse të thonë që ti nuk je çfarë ti mendon që je, mbaj në mend sepse një ditë ke për ta arritur çfarë mendon se je dhe ke për ta arritur sepse çdo gjë plotësohet. A beson në Zot? Shumë. Çfarë është Zoti për ty? Gjithçka. Dikush që për mua është nuk më interesojnë për njerëzit, më vetëm për Zotin dhe vetëm për atë. Kam frikë vetëm për askush, pse a nuk kam frikë nga asgjë, vetëm ai sepse ai më kontrollon jetën dhe e dua shumë. Një gabim ikën. Çfarë pamje ka Zoti sipas teje? Me flok shumë të deri këtu, ose deri këtu, me flok si kafe, si bjonde, nuk kam iden, edhe më thënë me atë kurorën që është prej kështu, edhe me atë që ka në anë dhe një fje blu, me një kështu, si është kjo, po këtu të bardhë. Dhe thjesht një ngjyrë trupi, të më thënë, së të bardhë, ngjyrë, të më thënë, ngjyrë e bardhë, thjesht. Jo e bardhë si kjo, po thjesht pale. Okej, pale. Nëse unë të duhet të bëja një dhuratë që ty të kënaqja shumë, çfarë duhet të të blej? Nuk është se do doja një gjë, do të thënë, specifik, por diçka që mua të më jepte dije, si libër, lodra, gjash kështu. Okej. Ti lodra të falë thjesht argëtim. Argëtim. Veshje të pëlqejnë? Po, shumë. Unë kam zgjedhur një gjë, po do më thuash nëse nuk të pëlqen. Okej. Okej? Kjo është dhurata ime për ty, Tea. Tamam. Ta? Mund të hapësh patjetër. Ke shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të pëlqen? Po. Për festa. Po. Nëse se ke Shumë faleminderit. Po, shumë i bukur. Dizat njerë dhe më pëlqejnë shumë. Qa është kjo punë me dita që i pëlqejnë gotave kaq shumë ditat? Se di, thjesht e kam fiksi. Ju dua Krishtlindje dhe vitin e ri, Tea. Shumë faleminderit. Faleminderit. Edhe u gëzova shumë që u pam prapë. Ky program u mundësua nga Infinity Office. Kiabi, natural.